Pa ta ndisin që të shkojmë në Levan. Bledi, këtu në protest është dhe avokati Kujtim Cakrani. Atëherë, Kujtim të përshëndes si biri Cakranit, që mund të thoni për këtë lëvizje të qeverisë, për të lëvizur gjendjen civile dhe disa shërbime? Shiko, unë në fakt nuk banoj në Cakran, por padyshim që më lidhi kam rënjët, kam të rënjë dhe varret e të parëve, kam çdo gjë këtu. Dhe kam ardhur sot sepse do sensibilizuar, pasi ju e dini që Cakrani ka qenë komuna më e madhe në vend deri në vitin 2014-15. Dhe Cakrani është diskriminuar për faktin sepse kjo zonë ka një popullsi mbi 20.000 banor, që i plotëson të gjitha kushtet, kriteret, jo vetëm nga pikpamja e popullsisë, por nga pikpamja historike, etnografike, nga të gjitha drejtimet. Ky është një vend Cakrani, padyshim që është i krahin, nuk është thjesht një fshat, se këtë duhet kuptojnë këta. Është një krahin e cila ka në përbërjen e saj shumë fshatra. Dhe kështu që është lënë, dikur është pretenduar për ta bërë edhe bashkitë Cakrani. Padyshim që është pretenduar, por gjithmonë konjunkturat politike nuk e kanë lejuar. Sa mbasi ka ardhur momenti me ndarje me ndarjen e re që do bëhet tani, ta marrin parasysh dhe padyshim duhet bërë një dëgjes publike që Cakrani të ketë një vëmendje dhe të bëhet patjetër bashki. I gjithë lugina e Vjosës deri në duke nisur nga Mallakastre sipërme deri në zonën e Levanit, kjo duhet të jetë bashki, sepse është pjesa më e bukur, zona më e bukur, më atraktive, më turistike, ku lumi i Vjosa ju e dini është një lumet më të bukur, më të rëndësishëm në Europë. Dhe padyshim që Cakrani është këto vite është sulmuar pikërisht nga Belinda Balluku, nga Cenoklosi dhe nga gjithë banda e tyre. Dhe kjo është e papranueshme dhe ne nuk do ta lejojmë absolutisht jo, mbase sot këtu jam më pak, nesër do bëhen më shumë, por ne nuk do ta tolerojmë. Cakrani meriton më shumë, meriton sepse ka historinë brenda thash, ka brenda etnografin, ka brenda, mund të themi, nga pikpamje ekonomike bujqësinë, fushat e Cakranit janë pambarim, ka brenda ullind, pra ulliqet e Cakranit janë ndoshta më të parat në Shqipëri dhe nuk i mungon asgjë. Kështu që Cakrani duhet të patur vëmendje. Unë e kuptoj që edhe banorët këtu janë të tunduar, padyshim ka presion, ka patur presion edhe këto ditë për mos të dalë nga pushteti, po unë bëj një thirrje gjithë Cakranjotëve që duhet të thirrën të bashkohen pa bindje politike, sepse bashkia do të shërbejë të gjithëve në një të ardhme. Pra, nëse Cakrani do bëhet bashki, do kemë përfitime të majt, të djathtë, të qendrës me parti pa parti. Kështu që mos u bën pre aty 400.000 lekë që janë bërë rob për 400.000 lekë rob që u jep Belinda, patjetër të bashkohen sepse janë shitur për 400.000 lekë. Dhe ky është trupi më i madh sepse Cakranjotët kanë histori. Ja Cakranjotët i kanë lidhur lëvizjet e tyre për pavarësi që para 12-ës, kanë udhëhequr dhe janë pjesë historisë së Shqipërisë, janë pjesë integrale. Pa Cakra nuk ka histori Shqipërie, këtë duhet ta kuptojnë të gjithë deputetët, të majt, të djathtë. Belinda s'ka lidhje fare një me Cakranin, po fare, dhe vin ka thënë të shkatroj Cakranin. Nuk e di çfarë urrëti e ka të trashëguar na Beqiri, nuk e di, do ta gjej Belinda ta thot. Problemi është ajo nuk e shkatron dot Cakranin, sepse Cakrani nuk e shkatroi dot as Pedrandori Osmane, as Haxhi Qamili që ka ardhur këtu ka djegur shkollën me 50 nxënës brenda, dhe Cakrani është krahin vitale. Dhe këta banorë këtu janë pasardhës e njerëzve më vital që ka kjo zonë këtu. Kështu që unë e flas këtë si Cakranjot me rrënjë me të gjitha. Dhe kështu që Cakrani meriton më shumë. Dhe u bëj thirrje të gjithë atyre Cakranjotëve të cilët nuk kanë mundur sot të vinë këtu për arsye sepse i kanë bërë presion dhe të bashkohen sepse kjo është për të mirën e të gjithëve. Të heqësh nga Cakrani shërbimet, kjo do të thotë të heqësh Cakrani dinjitetin. Ti heqësh Cakranjotët dhe dinjitetin. Ky është thelbi i gjës që unë kur flasim për të hequr shërbimet, çfarë shërbimesh po hiqen Cakranjotët? Shiko, me mbylljen e komunave në vitin 2014, Cakrat janë privuar shumë shërbime. Tani po së fundmi po heqin gjendjen civile. Tani më fal, ky zotria këtu, hajde këtu zotri. Ky zotria këtu është plak, nuk e ka i Albania. Ky s'ka i Albania. Nuk ka i Albania, ky nuk ka celular të futet atje të marrë një gjendje. Po flasim minimumin, po flasim për një certifikat gjendje civile. Si do futet ky të marrë certifikatën? Kjo është pyetja që i bëjmë Belindës dhe soi të Belindës dhe Edi Ramës që kanë nxjerrë këtë VKM. Që tu heqësh këtyre njerëzve të nderuar, të ndeshëm ka bërë gjithë jetën, shërbime dhe ti qosh ti në Leva. Çfarë ka Levani me Cakranin, mor zotri? Çfarë lidhje ka Levani me Cakranin? O po kush është Levani përpara Cakranit? E kupton apo? Ja ky zotria, ky tjetri, nuk ka Albania. Ku do marrë shërbimin ky? Ku do marrë shërbimin? Ky është mësuar të vi këtu te komuna sepse Cakrani ka qenë komunë që në kohën e mbretërisë po deshët ju. Nuk do bëj vaki. E madhja, tani ne këtë kërkojmë, nuk do bëj vaki që ky popull të vejë në Leva, do vdesi këtu, edhe atje nuk do shkoj kur. Le të bëjë sa të duan, atje s'ka për të vajtur ky popull i kësaj zone.
zonë me tradita, zonë me histori të lashta. E na dalë kanë dhe në ashti. Dilni aty kapeni. Ka qytet i lirë. Qyteti i lirë këtu që pyesni dhe ne zotin Cekan e Tanceka e të gjithë arkeologët. Është qytet i lirë, more, kupton apo jo? Gurzeza lart. Është histori. Ka qenë kone e lirëve, mbreti Mumnun, ka qenë i pari që ka pre monedha. Më kuptoni apo jo? Tani ti heqësh Cakrani, sepse ngrihen këtu një acat të, nuk do të përdor një shprehje tjetër, po ca të paull që janë shërbëtor për 400.000 lekë, shesin shpirtin, kanë shitur dignitetin, kanë shitur dheun varrin e të parëve dhe ti shërbesh për 400.000 lekë. Dhe ti të arrosh Cakrani, dignitetin, nderin, personalitetin. Nuk po them këtu që Cakrani ka 2 filmëtar pavarësie. Nuk po themi që këtu kanë ardhur gjithë kryeministrat. Këtu ka ardhur na Princ Vidi, këtu ka ardhur Abdyl Frashi, këtu kanë ardhur të gjithë, këto që është Cakrani. Si mundet të bësh këtë pa drejtësi, se kjo është masakër historike po deshët ju. Të bësh pa drejtësi Cakranit. Ja kjo është e vërteta. Falenderoj.